Beslidhja e Lezhës në kategorinë e parë. Ta kryshim se kontributi është i gjithë stafit teknike, por një pjesë të madhe ka jo pak edhe Alket Kruja, zëvendësaneri i ekipit Lezhën Beslidhja, një ish futbollist edhe i vllaznisë. Urime Kruja. Faleminderit. Është një gëzim, pavarësisht se Beslidhja nuk i takon me këngë këtu, por me ardhen e presidentës që ka investuar shumë te ekipi i Beslidhjes, është bërë një grup shumë i mirë, edhe vetëm ne arritëm një qëllim dhe të shohim permanent. Ekipi është shumë i mirë, edhe dihet që edhe me ardhjet që kanë ardhur, me emra si Kruja, si Marko, Karakaçi, Raboshta, lojtar cilësor që i kanë dhënë në ekipeve Superligës edhe ekipe shqiptare, Beslidhja ka bërë një ansambël shumë të mirë. Ne do vazhdojmë punën që ta bim kupën Lezhë edhe të shikojmë për vitin e parë, për kategorinë e parë. Një dyshe drejtuese në stafin teknik për këra kolegu tuve Elvis Flori. Unë kam fatin që punoj me Elvis Florin, se kam mik dashamir, kam vite që njihemi, kanë luajtur te vllaznia, edhe Elvis Flori ka treguar vlerat e veta se ka 20 sa vjet në kategorinë, në këta kategorina, edhe është një trajner shumë punëtor. Si do të ardhmja kësaj skuadre? Ne qëllimi i Beslidhjes është të bim kupën, mrapa presidenca me stafin të vendosin se çfarë qëllimi, po besoj që do nisë kjo punë e mirë që është nisë, besoj që nuk do të marrojmë tot të vazhdojmë edhe në kategorinë e parë për me tentuar Superligën. Të shpës sot u shpallet pas fitores 3-0 ndaj ekipit Shirokës, u shpallet fituesi i grupit A. Përpara është ndeshja finale me fituesin e grupit B. Ne do bim kupën në Lezhë, se meritojmë, kena ekip cilësor me emrat që përmena sipër, edhe Beslidhja nuk e vend dyshim që do ta bim kupën në Lezhë. Faleminderit Kruja, suksese. Faleminderit.